أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Tema 22 sëmundja e hasedit ose në gjuhën shqipe sëmundja e smirës. Hasedit në shqip i thënë smir, zakonisht e përdorin fjalën zili, mirë po më e përshtatshme është fjala smir. Nëse ka dikush prej smire, mendoj që nuk është e njëjta fjala, besoj që ka dallim. Smira nënkupton me dëshiru që të mirën të cilën e ka tjetri mos me pas, me urrejt pse dikush tjetër e ka një të mirë. Ha? Që thot? Jo, mira, tisnin. Anim ti. Thot jepi pak ma shumë. A i ki aparatin me veti? Aparatin ba e pas kur Johnson bajna. A me bërtit pak? Anin shtash? Shtash anin? Pa, ma unë e kështu së një japë. Shumë zorë do të me dhanë kështu për me thonë. Si du mos vara iftarit. Dëmunona sa të kemë mundësi. Në me thonë, me dëshiru që një të mirë të cilin e ka tjetri, me dëshiru që ajo mirë mos ta ketaj, ti hiqet, ti ta humbë dhe ti largohet ajo e begatie Zotit që e ka dikush. Dikush ka pasuri, dikush ka hjeshi, dikush ka oratori, dikush ka mençuri. Begatit janë ndryshme. Kjo dëshirë që buron nga zemra, llogaritet një prej smundjeve, do të thonë, më të përhapura në mesin e njerëzve. Smundje të cilat do të thonë një smuje pastaj që shkakton pasoja. Shkakton pasoja. Nuk ka puna që veç ti është i dëshiron. Se njerit, se cilit njerë mundet me i shku menja, mi ardhi nati për një të mirë që e ke. Mirë po, mundet edhe njerit mirë me i shku menja që ashtu. Adhi me të ardhi nati. Mirë po me dëshiru që atë mirën e mos e ketë, kjo është, në më thonë, duhet me e pas zemrën e keqë. Edhe duhet me koni smund. Edhe kjo në fakt është, do me thonë, kjo pse llogaritet smundje, sikur, do me thonë, ka të bëjë edhe me mendimin e keq për Zotin. Sa Allahu subhanahu taala është ai i cili ka nda riskun. Dikane ka bo për shembull bukur, dikane ka bo të pasur, dikane ka bo orator, dikane ka bo, do me thonë, të sjellshëm, do me thonë, janë risk, kjo është risk, se risku nuk është vetëm në pasuri. Risku është në shumë, do me thonë, format të ndryshme që i jepet njeri. E tash pse është mendimi i keq? Ai i cili i ndan, pse është mendimi i keq për Allah? Sepse ai i cili e ka ndarë riskun është Allah. E ti nëse nuk pajtohesh me këtë caktimin e Allahut, ti ke problem, do me thonë, edhe mundet me u lidh edhe me çështjet e besimit. Edhe zakonisht kjo smuje, do me thonë se në fen ton kemi, do me thonë, qashtu si kurse njeri që kujdeset për trupin e tij, se njerëzit për shembull me bomi ka një smuje, ka problem me zemrën, ka problem me shtypjen, ka problem me diabetin, ka probleme të ndryshme, njerë shkon edhe kërkon ilaç. Qashtu duhet me mjeku edhe shpirtin. Se smundjet shpirtërore janë ma shumë janë se sa smundjet e trupit. Ti me hi për shumë me lexu, në me thonë ato problemet psiqike që i kanë njerëzit, në me thonë dalin ma shumë që i din. Pse se, a dini pse janë ma shumë edhe janë ma rand për me trajtu për arsye se smundjet e shpirtit, në me thonë kanë të bëjnë me diçka që se shofin. Ti kur ki problem për shembull me gjakun, mundohen me ta hekurin në gjak, mundohen me ta rregullu ata me ilaçe, se e din çka është, e din çfarë barna parafërsisht duhet me përdor. A për smundjet e shpirtit, shpeshherë edhe nuk din çka me bë, as mjekët, as psikologët, as psikiatrët, në me thonë, po shpeshherë zgjidhja është fjala e Allahut, sepse edhe feja
sepse shpirti është një çështje të cilën Allahu subhanahu wa taala e njeh. Edhe shumë pak njerëzit dinë për çështjen, ato mesela shpirtërore. Tham se kjo smundje mundet me çu në pasoja të rrezikshme. Kjo smundje. Domethënë një herë njeri veç mendon keq, ka inati pse dikush një ka të mirë, dëshiron që ato të mira t'i largon, pastaj kjo mundet të më shndëru në sulm ndaj atij. Mundet të më shndëru në, domethënë, një përpjekje për me dëmtu atë personin që e ka një të mirë. Për çfarë kur ka thonë pejgamberi sa la tahasadu, pastaj ka thonë wala tabaghadu wala tadabaru wala tanajashu. Ka thonë mos e keni smir njëri tjetrin, mos keni smir ndaj njëri tjetrit, ka thonë, mos keni haset, mos e ka thonë mos e urreni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, mos i bëjni konkurrencë jo të ndershme njëri tjetrit, po bëhuni vëllezër, domethënë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Që do të thonë se këtë smuje njeri duhet me trajtu, duhet me këshit qysh me largu prej zemrës tënde, domethënë hasedin. Allahu subhanahu wa taala i ka përmend në Kur'an një tregim shumë interesant, është tregimi i dy djemve të Ademit a.s. Është tregimi i djemve të Ademit a.s. Habili dhe Kabili. Edhe kjo ka ndodhur për shkak hasedit. Edhe thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an kështu: "Watlu alayhim naba ibnay Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Thot lexova në surën Maide. Thot Allahu subhanahu wa taala, lexoju besimtarve historinë e dy djemve të Ademit, të cilët e prejnë një kurban, e prejnë nga një kurban, dhe njënit ju bo kabul, ju pranu, e tjetrit nuk ju pranu. Edhe tha, ki që nuk ju pranu kurbani, ka me të vra ti, ka me të mbyt. Ndërsa këti që ju pranu kurbani tha innema yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu e ban kabul për atyre që janë të devotshëm, për njerëzve të mirë Allahu i pranon veprat. Pastaj thot i tha ki la in basatta yadaka ilayya litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Nëse ti e shtrin dorën për me vra, unë nuk e shtri dorën teme, se bëhet fjalë për dy vllazën, për me të vra, se unë i tut në Zotit, të Allahut Zotit të botrave. Pas e thot, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmike fatakuna min ashabin nar, se unë menoj që ti do ta marrësh përsipër gjunahin tem dhe gjunahin tan, nëse me vret, dhe të bëhesh prej banorëve të zjarrit, wa dhalika jazaa'u dhalimin, dhe kjo është në me thonë dënimi për zullumqtarët. Thotë Allah, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Edhe nefsi i tij e pranoi që me vrau vllaun e vet, edhe vllau e vrau dhe u bë prej të humbërve. Këto janë ajetet, domethënë ajetet prej ajetit 27 deri në ajetin 29 në surën Maide. Mirë. Çka ka ndodhur këtu? Ta spjegoj, këto janë ajetet, unë veç i përktheva ajetet. Domethënë, fëmijët e Ademit a.s. kanë lind bineç babës së njerëzimit. Sa herë kanë lind një djalë edhe një vajzë. Edhe, domethënë, për shkak se s'ka pas njerëz, Ademi a.s. e ka martu vajzën binake me vllajin me djalin tjetër që ka lind me një vajzë tjetër binake. Domethënë nuk i ka, domethënë se fëmijët e Ademit sa janë martuar ndërmjet veti, ama jo bineç ndërmjet veti nuk e kanë pas të lejum. Mu martu vllai e motër. Po është martu motra, për shembull kur ka lind Kabili, se Kabili ka qenë më i madh dhe ka qenë bujk, ndërsa Habili ka qenë më i vogël dhe ka qenë blegtor.
Njoni ja marrë me tokë, tjetër është marrë me bakti. Do me thonë, kur ka lind Kabili, ka lind bashkë me një motër. E shtash motra e Kabilit s'ka pas drejt mu martu me Kabilin, po ka pas drejt mu martu me vllaun tjetër që s'kon binak me ta. Mirë, po çka ka ndodhur? Motra e Kabilit e kon më e bukur se sa motra e Habilit. Edhe Kabili ishte i ka ardhi nati, ka thonë, këtë do ta maj une për grue. Do ta maj. Mirë, po Ademi a.s. va ka tregu se kjo ka qenë ligji i Zotit që ka leju për mushtu njerëzimin. Edhe Ademi a.s. thuhet, këtë e thënë sahabët, normal, kjo nuk është përmendur në Kur'an ose në hadithe, po sahabët tash, kur e kanë thonë, ja e kanë marrë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja këto informata i kanë edhe prej ehli kitabit. Se në Kur'an, për shembull, në Kur'an shumë detaje nuk përmenden. Me rëndësi është poenta e tregimit. Edhe shkon dikun Ademi a.s. Edhe pse Ademi a.s. e këshillon Kabilin që të paranoje këtë. Me thonë, mirë po hinë do me thonë një mos marrëveshje. Edhe për me shqyrtu këtë kush është në drejt, kanë prej ka një kurban. Pitë të shëriati Ademit a.s. Deri të shëriati Musës ose Isës a.s. Pranimi i kurbanit ka qenë me një shenjë të dukshme. Qysh? Kanë prej kurban. Kur kanë prej kurban, për me marrë vesh ta është pranu kurbani, një zjarm prej qiellit të lëshuar dhe ka marrë kurbanin. Qashtu o konë të popujt e mërgjë. Edhe përmendë sa në për hadithe shumë. E përmendë dhe në për hadithe. Edhe ato e presin, ata dy nga një kurban edhe Allahu e pranon kurbanin e Habilit, dvrami, që ai i cili në ta ma vonë të vritet. E pranon kurbanin e Habilit. Edhe ki pi natit e vret vllajën e vet. Edhe e ka vrarë për shkak smires, sa ajo konë më i mirë. I ka ardhi nati, vllajën e vet e ka vrarë, edhe është katili i parë. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo vrasje që vjen mas, për ata merr gjuna Kabili. Për çat mu bo sebeb që një gjuna mu bo dikush sebeb që me anis njerëzit me bo një lloj gjunahi, e merr gjunahin e vet edhe gjunahin e krejt atyre të cilët do ta bëjnë atë gjuna deri në ditën e gjykimit. E kjo është shumë interesant, subhanallah. Kjo puna që të jahudit, për shembull, ata nuk e bëjnë këtë punën e kurbanit shpesh, mirë po ato besojnë. Në më thonë, derisa unë e lexoja për këtë temë, për historinë e Kabilit edhe Habilit, më ka interesu moti këta krishterët pse qatë shumë, në më thonë, i përkrahin jahudit. Jo kretë krishterët, po evangelistat. Në më thonë, injilistat, me ju them, se evangelie i thejnë ata injilit. Është një frakcion shumë i madh, si mos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për cilët mendohet se janë 250 milion. Në më thonë evangelista në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këta janë njerëzit më të flakt që i përkrahin cionistat. Cionistat çka besojnë? Do të vitë kurbani, se kjo nuk jam të një politik. Cionistat besojnë kështu, se kur ta ndërtojnë tempullin e tretë në historinë e tyre. Sa të thonë di herë kena pas tempullin e Davudit edhe Sulejmanit, të thonë tempulli faltoria, si me thonë. Sa të dinë me ndërtu tempullin e tyre te vendi Aksas, xhamia Aksa ku është. Ta prishin Aksan, ta ndreqin tempullin e tyre. Atëherë do ta presin, do me thonë lopë të kuqe kanë mi prej, 4 lopë të kuqe kanë mi prej jahudit. Jahudit besojnë që këtë ta bëjnë, edhe veçmo janë bo pregaditit, se ato lopë të kuqe i kanë gjetë, do me thonë në Teksas, këtë kuqe, do me thonë bashkë kuqe. Për qatë ka do analisa që mendojnë se i kanë bo me ndërhirje gjenetike. Se bashkë ashtu të kuqe, qashtë kuqe, thëjnë së është e mundshme. Mirë po, këto gjoja se i kanë gjetë ato lopë dhe i kanë pru, janë në bregun perëndimor. Në me thonë janë lopë, informata shumë, në me thonë sakta, nuk janë veç pralla muhabete, në me thonë informata 100% sakta që i thonë jahudit. Edhe këta, kur ta bëjnë atë tempullin, atë sinagogën e tyre, kur ta bëjnë, kanë mi pre këto lopët.
edhe presin që nga qielli, sipas besimit atyre, po kjo ka qenë në shariatin e pejgamberëve, mu shfaq një zjarr dhe mi marr ato kurbanat. Mirë, çka ka lidhje këtu evangjelistat? Evangjelistat pse i ndihmojnë sionistat, nuk janë jehudi ata janë krishterë. Ata thonë kështu, ne patjetër mi ndihmu jehudit me mrinja ata që ketë synim të tyre, se kur ta bëjnë që ketë, ta ndërtojnë tempullin dhe t'i prejnë kurbanat, dhe kur mos t'ju pranohen atyre këto kurbanat, se nuk do të shfaqet zjarri, evangelistët e besojnë këtë, se s'kanë mu pranu kurbanat të tyre, atëre jahudit da marrin vesh se janë në rrugë të gabuar dhe do të bëhen krejt krishterë. Edhe që atëherë do zbrejta Hazreti Isa sipas evangelistëve, po të njëjtën gjë e shpresojnë edhe këta jahudit që ka marrë mesia i tyre shpëtimtari, kur t'i presin, kur t'i presin kurbanat. Sa ato pse bëjnë këtë? Ato thënë, nëse ne përshpejtojmë këtë proces, s'ka me pas qarë Zoti pa i dërgu mesian ton, shpëtimtarin ton, i cili sipas konceptit të muslimanëve është Dejjalli. Se mbreti i jahudive është, lideri i jahudive është Dejjalli. Ata e presin, i njëjti tregim është, vetëm ata e shohin ndryshe si shpëtimtar, muslimanët e shohin sikurse, Dejjall, ndërsa krishterët e shohin si ardhja e Zotit, ndërsa ne e shohim sikurse ardhja e Isës alayhis salam. Edhe ata, subhanallahu, besojshin jahudit se në momentin që do ta presin këtë kurban, patjetër do të shfaqet zjarri, ato e besojnë këtë, se te popujt tjerë, për dallim prej umetit të Muhamedit alayhis salam, pranimi ka qenë i dukshëm. Për shembull, kanë prej kurban. Nëse së shfaq zjarmi për me marrat kurbanin, o kone ditur se kurbani jetë nuk është pranuar. Ndërsa te umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është largu kjo. Ne nuk e dina punët tona, namazi jona, xherimi jon, kurbani jona pranohet. Veç ne shpresojmë. Ka shenja, pa ato shenja munden me thonë se janë hipotetike. Nuk janë shenja të preme. Për shembull, ka shenjë ku mundesh me vëreti, kanë thonë dietar, për shembull, për shenjave se Allahu ta ka pranuar një ibadet, është me mu përmirësuti, me qenë mas ibadetit më i mirë se sa që ke qenë para se me hi. Për shembull, për shenjave se është pranuar xherimit, ki majt 29 ditë Ramazan, ke xheru. Mas Ramazanit nuk vërret asë një lloj përmirësimit e ti. Asë në raport me namazin, asë në raport me Kur'anin, asë në raport me halalin, me haramin. S'ki kur një qëfar përmirësimi. Ose për që e ban njeri haxhin, vjen prej haxhit edhe kur gjo. U ka bon haxhi, se zakonisht kur bon është pak haxhi, ti duhet me ndiku pak haxhi, mu rujt çka fol, mu rujt ku shkon, mu rujt, Nëse s'ka kur një qëfar lloj përmirësimi, atër kjo është një shenjë se nuk është pranu ibadeti. Ama shenjë hipotetike, se të Zotin e nuk mujna me ditë. E kjo është prej mëshirës Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala, për çat ata e kanë pas, do me thonë popujt më hershëm nuk e kanë mujt me prej kurbanin ku të mërin. I kanë pas vendet e caktuara. Sikur se jahudit, patjetër me prej lopën e kuqe në tempullin e trej që do ta themelej. S'mundën me prej kudo ata. Ndërsa muslimani ku tjetë e fal namazin, ku tjetë e prek kurbanin, nuk ka vend caktuar. Edhe nuk dihet, e kalon Allahu subhanahu wa taala të fshehur në mënyrë që shpresa me mbetë gjallë. Para mendo për ti, për shembull, këtu thash, ne thash vjen kurban Bajrami, presim kurbana, edhe ti s'to pranu, Allahu s'ta ka pranu ti. Për çat me ta pranu Allahu në ibadet, ka thonë njëri prej sahabeve, do të thonë me ma pranu Allahu dy rekate namaz me mi pranu. Me mi pranu Allahu dy rekate namaz, kisha me qenë njeriu më i lumtur në botë. Me di që veç dy rekate ti ka pranu. Sa atë ti e merr garancën se je për atyre të cilët janë të devotshëm, sikur se i ka thonë Habibi, ka thonë vllaut vet, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu e ban kabull vetëm për njerëzve të cilët janë të devotshëm. Aty që ti je për të devotshëm, atëherë je edhe banor i xhenet. Ki tregim na tregon se ku mundet me shku hasedi, smira ose zilia. Do të thonë zilia ku mundet me çu njerin, e ka vrarë vllavin e vet. Edhe Ibn Kaimi e krahason Ibn Kaimi, Allahu e mëshiroft, do thonë Ibn Kaimi përndryshe atë nofkën e ka, do thonë nofkën e ka mjeku i zemrave. Mirë po, nisen të du me sqaru se unë i publikoj këto temat shumë në Facebook, i publikoj, edhe do që janë për shembull se janë muslimanë ose kanë urrëtie ndaj Islamit,
ma kështë shujt një komendat e kështë thonë, e pa atëre s'pas me nevoj ne për kardiolog, di ma se ti po folë për zemra. Zemra këtu është sinonimi shpirtit. Shpirti ka problemet ndryshme. Psikologët këtë e potencojnë. Në më thonë, ne nuk folna për zemrën në aspektin biologjik. Unë s'marr vesh në drejtim. Unë nuk jam kardiolog, unë nuk jam mjeku i zemrave. Po mjeku i zemrave dhe më thonë mjeku i shpirtave. Dhe më thonë se zemra shpesher e simbolizon brendësinë e njeriut. Se njeri e ka botën e tij të brendshme, dhe më thonë se veni pi ku shpërndahet shpirti në trup, si kanë thonë dietarët e Islamit, është zemra. Dhe më thonë pi atij shpërndahet, dhe më thonë shpirti në për çdo qelistë të trupit. Ne nuk flasim zemra kur themi, nuk flasim dhe më thonë për smujët e zemrave, për smujët e ndryshme të zemrave, për shembull për qarkullimin e gjakut, për ato, ne ato nuk i marrim vesh ato tema. Ne flasim për shërimin e anës së brendshme të njerit. Edhe ky haset është sikurse helmi i gjarpnit. Se ka një lloj gjarpni, subhanallahu, që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili me shikim mundet me rrezu, do të thonë mundet me gruën shtatzan me boqe me abortu. Ka një lloj gjarpni, do të thonë pilak, si ta këshire gruën që është shtatzan, fetusi bie. Do të thonë aborton. Do të thonë ajo ka ndikim fizik. Do të thonë për shkak, do të thonë atij helmit që e ma një lloj gjarpni, se gjarpnit kanë helme të ndryshme. Edhe Ibn Qayyim thotë kjo është e ngjashme që ky hasedi ose smira, do të thonë me këtë helmi që e bartin disa gjarpni. Për çat ka mundësi njeriu, do të thonë kjo nuk është e vërtetuar me shkencë, por ne e dim shumë mirë se me si me bë dam, me bë, do të thonë me marr mësish. Për çat Allahu subhanahu wa taala ka zbrit surën Felek dhe na ka mësuar me mbrojt, do të thonë na ka mësuar me mbrojt prej hasedxhiut. Wa min sharri hasidin idha hasad. Se mundet hasedxhiu me të bë shumë dam, se mat helmin që e ka ai kundër teje, do të thonë ato rretjen që e ka kundër teje, kur të shikon edhe nuk thot masha Allah te barek Allah, ose nuk përmend Allahun, do të thonë lidhet xhini për atë shikim dhe e smun njerin. Për çat ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sini mundet njerin me shtin varr, ndërsa devën me shtin kosin. Sini. Mësishim, do të thonë mundet me ta shkatru, do të thonë me ta shkatru kerin, me ta shkatru shnetin, me njerin me çu, do të thonë me mbyt, me mësish. Ka mundësi me mbyt, do të thonë me mësish. Për çat Allahu subhanahu wa taala në surën për cilën ka thonë surja më e dashur, ka thonë kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Në fund thot, do të thonë dhe më mbroj nga sherri i hasedxhiut, smirëkeqit, kur më merr, kur ka smirë ndaj meje, kur më ka zili ndaj meje, ose kur ka hased. E tash gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an i përmend se për njerëzve, për popujve që janë dalluar me hased më shumti janë kush? Jahudit. Edhe subhanallahu shkaku i hasedit se kanë besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se jahudit kur kanë, do të thonë, kur e kanë lexuar në Tevrat për pejgamberin e fundit që do të vijë, edhe në Injil, ata kanë jetu, do të thonë, te pjesa e Palestinës këto, jahudit e vjetër. Edhe kur e kanë lexuar, do të thonë se ku do të vijë, ama aty ka pas përshkrime, do të vijë në qytetin e Shkretinës, midis Dikodra, kështu, s'ka pas me emër. Edhe ata kanë ardhur prej atje, kanë ardhur, janë vendos, disa janë vendos 170 km larg Medinës, disa janë vendos në Medinë. Disa janë vendos në Hajber, disa janë vendos në Medinë. Për çat, po sa një 200 vjet para se me lind Muhamedi alayhis salam. Se s'ka pas historikisht Medinë jahudi. 3 fize kanë ardhur, Beni Nadir, Beni Qaynuqa dhe Beni Qurayza. Çto 3 fiset, do të thonë çto 3 fiset deri në 30 do ta çojmë. Çto 3 fise shkojnë në Medinë, se e kanë prit pejgamberin e fundit dhe kanë qenë të bindur se do të jetë nga jahudit pejgamberi i fundit. Përgjat Allahu subhanahu wa taala thot:
alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Atyre që ju kemi dhënë librin e njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, çish i njohin fëmijët e vet. Edhe kanë ardhur atje se kur e kanë marrë lajmin se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është prej arabëve, në me thonë, atëherë janë të meru, si me thonë, janë të meru e janë inatose, edhe nuk i kanë besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak hasedi se kanë duhet me qenë për neve pejgamberi. Allahu na ka treguar në librin tonë. E kanë këshirë punën sikur se është diçka që se shumica e pejgamberëve të Allahut janë për Beni Israilëve. Për çfarë është një hadith i dobët është se pejgamberët, domethënë ulemat ka thënë pejgamberi, hoxhallarët në umetin tim janë sikur, domethënë me shumë sikur se pejgamberët e Beni Israilët. Sidoqoftë thot Allahu subhanahu wa taala për këtë. Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Shumë prej ehli kitabit dëshirojnë që, domethënë ëndrojnë që t'ju kthejnë në mosbesimtar pasi që pas imanit tuaj. Hasadan min indi anfusihim. Për shkak hasedi që kanë, domethënë ndaj jush. Kanë hased shumë ndaj muslimanëve, për shkak që këtij hasedit dojnë, domethënë që mos me u kthi edhe juve mosbesimtar. Sidoqoftë, ata nuk e kanë pranuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për shkak hasedit. E tash çka na intereson neve? Domethënë na intereson neve se që këtë smuje që domethënë sigurisht që janë shumë prezente edhe në mesin e shumë prej muslimanëve, sidomos ata muslimanë të cilët imanin e kanë të dobët, janë musliman veç me emër. Domethënë duhet mundu me largu këtë. Për që një prej formave domethënë ka ilaç. Për që një prej formave domethënë më të rënda për me trajtu hasedin është, ose për me ndihmu dikujt që ka hased është, vazhdimisht, sa i zakonisht ai që ka hased duket. Nuk është e msheft. E shef në fytyrën e tij, në grimasat e tij, në sjelljen e tij. Sa i hasedxiu nuk ka shans, nuk e le asnjë shans për mi bë dëm personit të cilin e ka hased. Nuk e le. Ja fol për ti, ja gëzohet me fatkeqësitë tua, ja mundohet gjithçka me bë. E mënyra për me trajtu që këtë është me sa herë që e bën ai një gabim dhe ti mi bë mirë. Mi bë mirë edhe me ja, domethënë zbut zemrën. Më thonë që këtë formë, po kjo është forma më e rëndë. Ajo që është e rëndësishme, si murujt, më thonë Ibn Qayyim ka përmend shumë forma, shkurtimisht do t'i numëroj vetëm. E para është me kërku mbrojtje të Allahu subhanahu wa taala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Më thonë ose me lexu surën Felek, ose me thonë o Allah më mbroj nga ziliqari ose nga smirkeqi. E dita është mu boj, më thonë, mi u përkushtu fes të akvallakut. Thot pejgamberi sa ruaj Allahun, Allahu të ruan ti. Domethënë ruaj ti kufit e Allahut, Allahu ti ruan domethënë ti ruan ti prej të këqijave. E treta është me bon sabër, se ka të njerëz që shkojnë. E katërta është tevekuli, mu mbështet në Allahun subhanahu wa taala. E pesta është domethënë mos mu marr me ata që merret vazhdimisht me ti. Sa hasedxiu vazhdimisht merr. Për çfarë kanë thënë disa dietar? Se hasedxiu normal i bën dëm edhe vetes, se hasedxiu kur nuk mundet me qenë i lumtur. Një njeri që ka hased në dikujt, kur nuk mundet me qenë i lumtur. Për çfarë disa dietar kanë thonë, më duket se përmendet jo dietar për prej Xahiri, që është një letrar i madh, domethënë arab, ka thonë hasedxiu mos me marr tjetër dënim kur gjon hiç prej Zotit, përveç asaj që ja ka shkaktuar vetes në zemrën e tij, i kishte mjaftu. Se hasedxiu domethënë nuk mundet me flet, nuk mundet me i qenë i lumtur, nuk mundet me u kënaq me të mirat që i ka për shkak zjarrit dhe helmi që e ka kundër të tjerëve. Tjetra është, domethënë, mi u kthi Allahu subhanahu wa taala me sinqeritet, mbrohesh prej hasedxiut. Tjetra është mu pendu te Allahu subhanahu wa taala, se bamba ki e kit në gjëna ose ndonjë gabim që Allahu subhanahu wa taala domethënë ta ka lëshu një hasedxhi. Për çfarë duhet mu pendu? Tjetra e teta është me dhon sadaka dhe me bën mirë sa të mundesh, dhe kjo e fundit dhe para fundit është të thash, domethënë me shujt atë zjarmin dhe helmin e hasedxiut smirkeqit, duke u mundu me i bë mirë. Domethënë ai bën keq, t'ia kthen me të mirë, derisa zjarri i urrëties tek ai të shuhet. Dhe e fundit është, domethënë që është më kryesorja, është
do me thonë me orientu me shpirt edhe me zemër ka Allahu subhanahu wa taala, që është esenca e besimit në Zot që quhet tauhid. Do me thonë mi u përkushtu Allahu subhanahu wa taala, ati mi u mbështet, ata me dash tek ai me kërku, do me thonë çdo nevojë, do me thonë pra me forcu besimin ton tek Allahu subhanahu wa taala, kjo ndihmon për me mbrojt, do me thonë për me na mbrojt prej hasëxhive të cilët janë të shumë. Kryesorja të nderuar vëllezër, do me thonë unë jam mundu që në këtë seri të ligjëratave me përmend disa prej problemeve që janë evidente, që janë të pranishme në mesin ton. Normal që ka edhe, do me thonë, ka edhe tjera probleme të shumta, unë kanë mbet edhe vetëm edhe 2 ligjërata mi mbajt, do me thonë ndoshta të flas pak edhe për përmirësimin e mendimeve, ta shohim edhe e përmbyllim, por nuk është krejt kjo çka duhet, me thonë dietarët e fesë islame kanë folur shumë më tepër për këto probleme dhe për mënyrën që shmi përmirësu zemrat tona. Nëse arrim që zemrat tona së do pak t'i përmirësojmë gjendjen e tyre, sigurisht që edhe punë tona kanë mu përmirësu. Allahu na mundsof dhe na udhëzof. Walhamdulillahi rabbil alamin.